Sot 11 nëndori në kalendar shkruhet 11 dhe sa po kam mbaruar ushtrimin në orën 11:11. Për të gjithë juve që në Shqipëri, sepse unë jam këtu në Greqi dhe është ora tani 11 dhe kjo është akoma 10:17, mund të arrini shpejt të bëni një ushtrim. Shkruaj në ditar ose në një letër që ta mbash në portofol, ta mbash me vete, cilën dëshirë më të madhe për veten tënde, çfarë do ti që të ndryshosh. Për shembull, për unë merita cake, juve do thoni emrin tënd, përkushtohem tek vetja ime, të jem në qendër të vetes time, të liroj çdo energji që nuk më përket mua, ose përkushtohem të jap rëndësi vetes, dashuri, gjithçka që unë meritoj në jetën time, pa u zvogëluar, pa kërkuar nga të tjerë. Në qoftë se ke probleme me shëndetin, thuaj përkushtohem tek vetja ime dhe kam një shëndet të plotë në të gjithë organet e trupit tim, ose shëndetin mendor. Çfarë të dëshirosh ti? Kështu është, kështu bëhet. Do të thënë me pak fjalë, thuaj me dorë në zemër, merr frymfell dhe lirohu dhe shkruaje dhe mbaj gjithmonë dhe shikoje. Po nuk mjafton vetëm kjo, mjafton sa ti e beson këtë që thua. Duhet ta shikosh veten në një dimension tjetër, që ti je ai person që ka shëndet, ti je ai person që ka para, e atë që kërkove, ai person që ka partnerin, do të thënë, e ndërroje pasaj veten sikur kalon atë kufirin nga ky dimension, kalon në dimension tjetër. Do të thënë ajo që them kërcimi kuantik. Shpejto, shkruaje me energji të plot dhe të shikosh rezultatet. Po mos harro dhe përkushtimin që dhe fjalën bekimin që i ke bërë vetes. Ju falenderoj.